Dhe kohë pejgamberit Allahu dhe ka përcaktuar një sadakatul fitr se i themi ne. Sa është vlera sadakatul fitr? Sadakatul fitr, vlera e sadakatul fitr është prej 2 kg e 600 gram, dije gjizë deri në 3 kg ushqim të zakonshëm të ati vendi. Pra sikur të ne përdoret më shumë pasuli apo përdoret edhe orizi. Vlerën e 3 kg parafërsisht. 3 kg sa bojnë qash është një sadakatul fitr. E njëri prej neve thotë unë kam qenë gjysmën e Ramazanit e kam agjëruar në Zvicër. Dhe pastaj kam marrë për Bajram në shtëpi. Tash me paguaj sadakatul fitr. A me çmim të Zvicrës, a me çmim të vendit, apo në sjelltës. Kam qenë në fillim të Ramazanit në shtëpi. E pastaj në fund të Ramazanit, Bajram kam shku në punë në perëndim. Sadakatul fitr me cilën vlerësohet? Sadakatul fitr vëllezër të ndershëm vlerësohet me ditët e fundit të Ramazanit ku i ki kalu. Një ditë para Bajramit, ku ki qenë? Nëse ki qenë vendlindje me vlerën e vendlingjës. Nëse ki qenë Zvicër me frankët e Zvicrës. Nëse ki qenë perëndim pra me euro. Për çka se sadakatul fitr obligohet në fund të Ramazanit. E njëri prej neve thot as ban tash në midis të Ramazanit ta iki çat gojle. Nuk është e preferuar. Pse? Sadakatul fitr është pastrim për agjëruesin. Sadakatul fitr është pastrim për agjëruesin. Nëse e nxjerr mes të Ramazanit i ki pastru veç 15 ditë. 15 ditë ku me ditë ti çka ban alo. Para ata nuk e kanë preferuar që sadakatul fitr ta nxjerrin vetëm në fund të Ramazanit. E Abdullah ibn Omeri ishte si e nxjerr këtë 2-3 ditë në fund të Ramazanit, bile ato e kanë preferuar që ku të perëndon dilli ditën e fundit para se me u fal Bajramin. Se pejgamberi Allahu thonte sadakatul fitr që nuk nxjerrët derisa të falet Bajrami, atëra sadaka e thjesht nuk kanë sadakatul fitr. Sadakatul fitr çka do të thonë? Pastrim i agjëruesit dhe ushqim i të varfrit. Pra kujdesu mos ta jep shpore, po jep ushqim. Për shkak se ta qëllojsh sunetin e pejgamberit Allahu. Nuk jam këtë temë se a lejohet as lejohet, megjithatë, ma e preferuar që t'ja dërgojsh të varfrit ushqim që sadakatul fitr qet e pranuar.